Sa herë po ma përmeni vendlindjen, po kam emocione, po nuk du me kajtë. Jo. Nuk du me Ne kajtë. jemi tregu gjërat bukra. Ja, po. Se emocionet po më trahtojnë se sa herë jam këtë vend, si çdo herë që e tham, ndoshta dikush nuk mund me besua në këni, po është problemi tyne. Po. Une e tham ato shka e ndi vetë. Se shka më flet natyra jem këtu, në Vedlindje, në Buzhal, në Budakov, në Kosovë, këtë Kosovë. Nuk po du me që gatë, pe kuptoj shka du me thanë, se kur t'jam këtu. Se shumica pisho dhe pi komente, po vi keqe përmeni tash, po pse s'po këthejesh? Pytje me ven kuptoj pse. Si mi thanë dikuj një shqiptarit, që jeton në Kosovë, pse ti s'po shkon 60 vjeçar, 50 vjeçar, pse ti s'po shkon me jetu në Gjermani, në Zvicër apo në perëndim dikon? Qysh do me gjeta i vetin me 50 vjet, 60 vjet? Pja spjegoj me të vërtet, pja spjegoj pi zemrës, se unë nuk po muj komente mja këthuj me thanë që kështu e ka, po tash pju të regoj që me shpirt e zemër jemi këtu krejt. Gjdo herë jemi, gjdo sekund. Sa herë nuk kalon minuti, mës me pas menjen këtu. Baba, gjdo herë kam konë një vogël, ka ardhë në Buzhal me plët dëshirë. E në ka mush plët dashni për këtë vend. Unë si thmi, kur thë kjo, po shkojnë në Buzhal, dështë më të ranu. Sukur të dajtë kur shkojnë thmija. Unë në Buzhal, kërë marrë, u kanë klasje ma ma. Se ta ma rrugull knena, se është 9 kilometra, ndoko sa me sigur, tash Buzhal thënë, si ke ditë mirë, 9 kilometra ku kemi të shpijat në Shiroka. Se lagja Buzhal është Mohamed Budakov, po lagja Buzhal jem gjithë familjar.